Një mesazh për ju të dashur demër. Tani e futur në vitin 2026 kogja mirë. Data është sot 9, më duket. Dhe letra juaj stresi. Mund të ketë debate të dashur, është vetëm një mesazh, apo ju këshillon të keni mundësi t'i parandaloni këto gjëra. Mund të ketë debate, mosmarrëveshje të vogla me të tjerët, ose ndjesia që të gjithë të rreqin në drejtime të ndryshme. Unë dua ti do, ai do dhe kështu. Mund të ketë konkurrencë në punë ose në projekte personale të dashur demër. Mund të ndeshesh me rivalitet ose nevojën për të mbrojtur pozicionin tënd, për të arsyetuar pse bëre atë që bëre, pse është ashtu, pse ke zgjedhur në atë mënyrë kështu me radhë. Shpërndarje e energjisë pakës, nuk do të vetëm stres apo zënka, po që dhe shpërndarje e energjisë, shumë detyra ose përgjegjësi të dashur demër, njëkohësisht duke bërë të ndiheni të lodhur ose të shpërqendruar. Kjo letër nuk është negative vetëm. Zjarri është elementi juaj të dashur i kundërt, por mund të ndihmojë të zgjohesh. Siç thashë në fillim, është një këshill. Por të vendosësh kufi dhe të mbrohesh apo të mbrosh atë që është e rëndësishme për ty demi. Ruaj qetësinë tënde të brendshme, mos u përfshi në drama të panevojshme. Ja, këto janë këshillat. Përqëndrohu në prioritetet e tua dhe mos u shpërqendro nga zhurma rreth teje. Ka rëndësi, ecni para dhe realizoni apo drejt qëllimit të juaj aty ku dëshironi. Merr kohë për veten, ecje në natyrë, për shembull, ushqim mirë, masazhe, po i marr thjesht shembuj, ose çfarëdo që të rikthen ekuilibrin fizik edhe emocional. Nëse ka konflikte të dashur, mundohu ta zgjidhësh me qetësi dhe vendosmëri, pa bër hapa pas. Të qëndrosh fort apo i fort në ato që besoni, aty është forca jote, pikërisht pra. Në fund, kjo është një fazë kalimtare, kjo energji këtu. Pas tuhis gjithmonë vjen qetësia të dashur demër, dhe ti si dem ke forcën të dalësh më i fortë dhe më i qartë se çfarë do vërtet. Mbaj mend, ti nuk je pishtari që digjet, je toka që mban zjarrin nën kontroll. Pra, çfarëdo që të ketë, apo çfarëdo që të jetë, është kaluese. Vetëm mos bëni hapa pas.